Janë kundër, duhet mbështetur. Do të thënë, ne apo luftojmë me pas një shtet ligjor dhe kushtetues. Dhe nuk mundemi në asnjë rrethon me kërku me bu anashkalime dhe shkelje ligjore dhe shkelje kushtetuese. Mirë, se do të ma tregosh në fund si është ajo brenda një dite, si mund duhet. Zonja Ajupi, çfarë duhet ndodh me këtë buxhetin? Kjo ishte vetëm një propozim për arsye se kjo nuk ka ndonjë impakt ligjor. E kanë dhënë mendimin e vet, kjo është patjetër në vullnetin edhe dëshirën se si kishte qenë më mirë me u kry. Na shpesh i kemi dëshirat tona për shembull në qatë komunë kush me fitu, edhe kjo pak a shumë ishte në vullnetin e mirë me një marrëveshje politike, ishte ideja të kalojmë buxhetin, për arsye se jemi bllokuar dhe jesin prej 1 janarit administrata publike në punësit civil jesin pa rroga. Kjo ishte vetëm në mënyrë dëshirore që me e kalu. U argumentu shumë mirë këtu edhe prej zonit se janë, domethënë, shteti ka rregulla, kemi ligje, kemi kushtetutën. Edhe nëse e bëjmë çdo herë praktik me shkel kushtetutën, ku po shkojmë atëherë në një shtet anarkik, ku çdo herë domethënë ti kime shkel kushtetutën për me e kry një punë. Ma mirë është me marrëveshje politike që u përmend edhe një herë, brenda një dite të votohet një qeveri teknike, sido që të quhet ajo, me një kryeministër edhe të merren vesh që pastaj pas këtyne 2 apo 3 pikave që janë tepër të rëndësishme për shtetin e Kosovës, që mos kemi një blokad, për arsye se ne e dim se si është me pas edhe një shutdown e kemi edhe në Amerikë, kur buxheti domethënë nuk është aprovu, ajo është shtet tjetër, ka rregulla pak më ndryshe, edhe është shtet i fuqishëm. Te na jemi shtet ma fragjil dhe mundemi më u thy ma shpejt. Kështu që ti përcjellim ato rrugë ligjore, ato ligje, ato kushtetut cilën e kanë bë vetë këta njerëz këtij venit, të respektojmë, të votojmë buxhetin edhe të shkojmë në zgjedhje për arsye se po e shohim që zgjedhjet janë të pa evitueshme. Zoti Demhasaj, si mund të ju propozoni që brenda një dite të votohet një qeveri, të bën komisionet, të propozohet një buxhet? Një qeveri një përdorimshe. Thjesht, ma mirë është me bë një qeveri një përdorimshe, ku buxheti komunat, shumica komunave kanë ndërzu, çaj buxhet nuk duhet me hinë fiskulturat mdoja për me mëmri me ndofë. Duhet krijohen komisionet parlamentare, kam përshtypjen. Krijohet komisioni për financa. Ajo është me rëndësi, komisioni për buxhet dhe financa. Qeveria një përdorimshe. Nuk është vetëm buxheti. I mbledh buxhetet i merr buxhetet e komunave. Komisioni i buxhetit. Nuk është edhe veç komisioni i buxhetit. Po, një komision tjetër nuk është probleme me nëse kuvendi është i konstituuar, ka zër, këtë përfaqësues të parti politike, me gjithë kanë njëri aty me çun dy komisione të ri, sa ka nevojë. Jo, një qeveri një përdorimshe. Qeveri një përdorim që ka këtë kuptim. E bën një qeveri vetëm për me kalu buxhetin mos me rreziku me një kollap financiar. Edhe ana tjetër shpëton edhe vendin që me u afru ku përfundohet të shkeljes së kushtetutës edhe ligjeve. Në situatë të tillë, pastaj zoti Kurti nuk do të ishte më ushtrues të dyre i presidentit kur zhbëhet ajo qeveria dhe shkojmë në zgjedhje. Por do të ishte kjo qeveria. Kjo është problematika, nuk don me marrë të drejtën vetes me qenë qeverinë detyrë, duke mos dosh mja marrë vetes të drejtën me qenë qeverinë detyrë, nuk lejon me mu kriju një qeveri tjetër për me kalu buxhetin, po don në mënyrë të kundërligjshme dhe kundërkushtetuese me kalu vetë si qeverinë detyrë buxhetin. Po kjo nuk duhet më u toleru sepse është e rrezikshme. Është precedent i rrezikshëm. Në demokraci kjo nuk guxon më u toleru. Një qeveri që u zgjedh për një legjislaturë të kaluar, që ajo legjislaturë nuk ekziston prej ndonjë shkurtit. Me buxhet, më ja propozu një legjislaturë të re që ka dalë mas ndonjë shkurtit, ku në atë legjislaturë shumica e ministrave që janë këtë qeveri